6 muaj kam qëndru në burgun e Mitrovicës, që kur më kujtohet as emrin nuk dua t'ja përmend, ka qenë një nga burgjet më të rënda në territorin e Kosovës, një nga burgjet më të vështira, një nga burgjet më të tmerrshme. Ndjesha shumë e thyer kur mbi mur binin torturat e një gruaja shqiptare mbi një grua shqiptare. Ka qenë një gardiane e cila pa mëshirshëm ka sjell mbi mua, arsye pa arsye. Me njerë pas burgut, ju bashkova prap ilegales edhe thjesht me shëndet isha shumë keq. Unë kisha një këmbë të dëmtume gjatë burgut, cilën nuk e kam shëru me kohë dhe pasojat edhe sot e kësaj dite me përcjellin. Unë kam pas në këmbën e majt, kam pas të qara në këmbë, nga që më kanë shti të ecë zbathër. Dhe të shkelin diçka që kur nuk e di, çka ka qenë. Këtë pjesë, më thënë, thash, ditët e burgut edhe pjesën e burgut nuk e kam rëfy, thuja se as 5% që në atyre vutjeve që mundet mi marrë njeriu me mend që çka din me bo thjesht armiku mbi dhe çka ka bë me thrinjët dhe trejat shqiptare. Burgu i Mitrovicës u mbyll për femra në vitin 1993. 94 bisa, në vitin 1994 se korrekt u arrestova deri në vitin 1994 ishte, kurse me propozimin e organizatave të huaja të cilat veç kishin qenë duke negociuar që ai burg, sidomos për femra, të mbyllet, e tëra gratë që kanë në burgun e Mitrovicës, jo vetëm u transferuan në burgun e Lipjanit. Nga torturat, nga vujtje që psova, jo që u do psova, po vetëm ma forcu ndjenjen e dashurisë ndaj atë dhejut. Pra, armiku mendoj që me gjithë burgosurit që mendon që i thyn, ata veç ka po u forcojshin me luftu edhe ma fuqishëm. Kështu që pushova një kohë, u ktheva në punë, sepse isha duke punu kur jem arrestu në shkollën fillore Iliria, kam qenë të punu, edhe fillova prap të punoj si arsimtare me nxënësit, por aktivitetin ilegal thuja se nuk e lash anash, prap rash në kontakt me lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, me shokët Bahri Fazliu, Nagron Ramanin, Sali Saliu ishte Halanburg, po me shokët e tjerë vum kontaktet dhe fillova të punoj prap në lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, deri në vitin 1997, ku lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës, të gjitha celulat e veta u shkrin në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, ku edhe me 12 maj, marrëveshja që kanë arrit LKQK-ja me UÇK-n, faktikisht nga ai moment unë e kam një veten si ushtare të UÇK-s. T'ju tregoj dhe t'ju them drejtën që shpeshherë jam bo plak, shpeshherë kam shfrytzu mantilin e nënës, shamin e nënës, jam masku si plak, edhe jam dalë kum kry aktivitete në ilegalitet, duke e shpërnda çlirimin e organizatës tonë, duke u munduar të bëj kontakte të reja me djeme vajzat të Prishtinës për t'i organizuar edhe për t'i qenë në njësitë të UÇK-s, ku edhe në Prishtinë fillimisht kam vepru si ushtare e UÇK-s në kuadër të guerilës së Prishtinës. Filloi lufta gjithandej Kosovës dhe të gjitha njësitë që unë kisha krijuar në Prishtinë duhet të shkonin të ushtronin të krynin ushtrimet në Bajgor. Dhe këtu ishte fokusi jonë, prej vitit 1997, prej 12 majit, pra thjesht filluan të përgatitemi edhe fizikisht të përgatitemi dhe disa nga ushtaret që unë i kam organizuar, se disa nga djemët të cilët i kam pas në mbikëqyrje, edhe disa nga vajzat kanë kryu ushtrimet,
ushtarake dhe më vonë kanë qenë ushtarë shkëlqyer të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Fotografia e parë, pikërisht po ja tregoj këtë fotografi, është e vitit 1997, në një bazë në Prishtinë që kemi pas, ku grumbulloheshin armatim dhe dërgoheshin në zonën operative të Llapit, dhe në këtë bazë kam bërë këtë fotografi, që është fotografia e parë që mbaj automatik, se revoli kisha mbajt edhe më heret në dorë, po automatiku i parë që kam pas në dorë është kë, dhe kjo foto në një bazë të guerilës brenda Prishtinës. Gjitha llojet automatike veç isha mësu në qytetin e Prishtinës, në Prishtinë gjatë punës ilegale që kam bo, me i përdor. Kur shkova në Bajgor dhe vesha uniformen, dhe faktikisht shkova për të kryer ushtrimet edhe fizike edhe ushtrimet ushtarake, kërkova që të më sistemonin një sitin për deminim, sepse minat nuk i njefsha. Dhe disha që një ditë do të vi koha që do të kemi punë edhe me mina dhe duhet të jemi të gatshëm. Normalisht, komandanti zonës operative të Llapit ka qenë Rustem Mustafa Remi. Unë aty kam ndajt 3 javë. Dhe pas 3 javë, kthehem prapë në Prishtinë. Me urdhër të shtabit të zonës, kthehem për të qëndru prapë, për të vepru prapë në Prishtinë. Sepse komanda e zonës e kishte patë arsyeshëm që unë prapë të kthehem në Prishtinë për shkak të organizimit edhe për shkak të shumë punëve që duhej të jem unë aty. Me urdhër të shtabit të zonës, emërohem shefe për informim në brigadën 153, dhe relacioni që ka qenë brenda zonës operative të Llapit ka qenë fshati Llapashtic, Vanovc, Keçekoll, Koliq dhe Zllash e Prishtinë. Më thënë, kam mbajt lidhjet me këto njësite. Kam qëndru një kohë në batalionin e brigadës, dhe më vonë tani kryesisht veprimtarinë e kam shtri në brigadën 153. Mes fshatit Zllash dhe Keçekoll bin granata të papame dhe aty, dhe më thënë, kemi vrejt edhe forcat të shumë afër forcat të ushtrisë jugoslave, të ushtrisë serbe, të cilat donin të na shtinin në rreth, por nuk ja arritën dot, fal luftimeve që u zhvillun aty, e qam rrethimin nga Zllashi, Keçekoll dhe çka është ajo më e rënda, i kishmi edhe të plagosurit. I lidhmi 2 shtaga dhe 2 batenie ose varësisht çfarë kishmi mjete rrethanore me vete, dhe i barshmi nga një vend në vendin tjetër që më na shpëtu të plagosurit para në dorën e armikut, dhe i kemi vendos në pikën në Keçekoll. Kur kemi dalë në Keçekoll dhe e kemi pa që i shpëtun të plagosurit dhe janë të gjithë gjallë, derisa t'i qonim në bazën e mjekësisë, domethënë ku ishte mjekësia, ku shtabi mjekësor, na u duk që bota u bëhe jona që arritëm t'i shpëtojmë të plagosurit. Në brigadën tonë ka pas edhe gra e vajza tjera, fillimisht në Bajgor që tregova më herët, kemi qenë 2 femra, njëra u largua dhe mbeta si unë, vetëm unë. Kam flet në për shtëpia fshatarve, më merrnin gratë dhe vajzat e fshatit dhe fleja në dhoma bashkë me tu. Normalisht, në Zllash, në fillim kam qenë vetëm unë dhe Bahri e Veliu. Pastaj kanë ardhur
Nakshia Maloku, Flora Ramani dhe Teuta Hadri, në një shtëpi të braktisur, të lënë nga fshatarët, e kemi përgadit një dhomë që të flenim ne të katërta dhe aty qëndroja me ato katra derisa vetëm 2 në fund, sepse Teuta kaloi në zonën operative të Karadakut dhe 2 tjera u transferuan në Prishtinë. Ka mejtë nga pika në pikë, me shokët të ndryshëm, pa kurfar vrejtje që po paragjikohem absolutisht, asë një moment nuk kam vrejt që po paragjikohna që jam në mesin e shumë burrave.